Zoti Dyshniku, si është jetesa juaj si pensionist në qeverisjen e Edi Ramës? Shiko, nuk mund të flasësh që pensionistët se i mbajnë qeveria. Nuk i mbajnë qeveria pensionistët. Pensionistët i mbajnë fëmijët e tyre që kanë jashtë shtetit. Përdesa themi që gjysma e shqiptarëve janë jashtë shtetit, pra gjysma i kanë fëmijët jashtë shtetit. Edhe ata i mbajnë. Këta i pranojnë që se sa miliard euro apo dollar vinë çdo vit në Shqipëri nga shqiptarët jashtë atë dheut. Prandaj po që pensionistët i mban qeveria Rama, është një turp i madh edhe është një fshehje e vërtetës. Prandaj çfarë mban ky? Unë nuk e di çfarë mban ky me 80.000 lekë më. Ja po pretendon të shikim me 200 euro pensioni minimal. Po ky 180 euro i paguan, shpenzon për qendë rrugash bashkia më aty te kopshti zoologjik. 180 euro. Po 300 e 600 euro paguan, shpenzon shteti për të burgoset më. Ata që kanë bërë krime. Po mirë, ka që kontribut pas ka dhënë ta shket pensionist ku shëndërtoj Shqipërinë. E që të paguaj kaq pak. Apo janë njerëz të tepër, se janë tamam si robërit e luftës që 5-6 ditë janë dhe do ikin vdesin. Pastaj ky thotë, në 2030 do ta bëj pensionin kaq. Por këta pensionistë janë gjallë sot 10, 15 apo 20 apo 50 mund të vdesin që nesër. Se ky vet ha 3 herë në ditë, mund të ha edhe 5 herë në ditë. Po pensionisti ç'a bën? Që me aq pak sa ka, pa folur për shërbimet, pa folur për shëndetësinë, etj. Po ky pensionist i shkret, ky rri dhe para nipër dhe mbesa që ka këtu në Shqipëri, rri me kokë ulur më. Po ky si jep dot një jakullore nipit dhe mbesës. Nuk e çon dot një kënd lojrash privat. Pra ja ka nulur dignitetin pensionistit sa s'ka ku të bëjmë. Po pensionisti nuk shkon dot të shohë një ndeshje në stadium. Nuk shkon dot të shohë një çfarje në teatr. Palermot të shkojnë në plazh. Po bota i ka plazhet, i ka publik. Po ke Miami në Amerikë. Janë 100 kilometra janë publik. Kam video këtu në celular. Ke Rio de Janeiro, ke San Paulo, ke Barcelonën. Janë plazhe gjigande. Janë publik. Përveç pjesës që është resort turistik, ai e kam më vete. Po ky ka bërë çdo centimetër zhezdon me 20 euro. Po kush është ky pensionist që shkon? Prandaj këtu unë them që këtu aty e kam deklaruar edhe në një vend tjetër. Në qoftë se pushtetin e merr Edi Rama, Partia Socialiste, ose edhe PD-ja. Por mbi të gjitha, çdo parti politike që ka këto programe me që jam njohur unë deri më sot, unë mendoj se 4 vjet e ardhshme Shqipëria do vejë në katastrofë. Le që thonë këta, jo do hymë pasaporte europiane të jam pralla me mbret për të gënjur kalamajt. Dikur i thoshim neve fli gjumë se erdi Gogoli. Tani këta e ka kthyer së prapti mbrapsht. Na thoshe karamele, na pipra me Bashkimin Evropian. Ora unë jetoj në Shqipëri, do jetoj atje. Se unë po të kem pare, dhe sot ikin në Evropë. Po të kem pare unë. Evropën e kam këtu, po të kem pare. Po kur s'kam pare, si qas Evropa. Se thot ky, vin pensionistët italianë këtu, po vinë ata, po vinë me 2.000 euro. Kurse unë me 200 euro nuk shkoj të jetoj në Evropë. Pa ky ka logjikë së prapti. Ky s'mendon si është populli shqiptar, po thotë shikon hallet e tjerëve. Kështu është kjo punë. Zoti Dyshniku, si parashikoni zgjedhjet parlamentare të 11 majit? U ka përfunduar zgjedhjet. Çfarë 11 maj? Zgjedhjet ka përfunduar në 24 korrik të vitit kaluar. A u caktuar ato listat e mbyllura? Ka marruar e punë.
100 deputet janë emëruar nga kryetarët e partive. Ka marrë funda e punë. Pra ata do të fitojnë. Do të fitojnë zgjedhjet. Po të projnë thërrime për partitë e vogla, mirë. Nuk të proj, zgjedhjet kanë përfunduar. Në pyll, ujku, tigri, çakalli, ta hanë lepujt. Nuk hanë lepujt çakallin. Se këto ligje e vendosën këtu. Marrëdhëniet këtu në Shqipëri janë marrëdhënie si marrëdhëniet e kafshëve në pyll. Ai më i forti hat voglin. Qa demokraci e këtu, s'është demokraci këtu. Po që për demokraci, unë mund të flasë me orë të tëra, unë e kam parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan. Po këta, ky thot, po ne nuk jemi Amerika. Jo, mor, jo, nuk je Amerika ti, se ti s'ke mend për t'i shërbyer popullin. Prandaj thua se është Amerika. Michigani është një shtet parajs, një shtet demokratik. Atje në çdo element të marrëdhënieve njerëzore midis njëri tjetrit dhe shtetit, atje ka çfarë them unë, atje është një përsosmëri e papar. Po media shqiptare nuk do ta japi. Jo për atë, po asnjë vend tjetër do thonë taj, po pse vetëm Amerika, pas ke parë Michiganin ti, po ka dhe këtij shtetet e tjera. Po pse se thonë ta? Pse nuk e thonë media? Ja unë po guxoj po them për Michiganin se ata kanë parë më hollësisht. Jo se s'kam qenë në vende tjera, po kam qenë thjesht turist për paragarisje, kurse atje kam ndonjë edhe 6 muaj. Edhe kam parë me një sy tjetër. Pse nuk thonë? Pse s'japin modelin e shtetit zhvilluar që të krahasohemi? Po Edi Rama, sidomos, bie në Shqipëri kur i thua pse s'jemi kështu, ai thot, po ai ka filluar tash, ai dëgjoni tash i ka filluar sulmet ndaj Gjermanisë. Çfarë Gjermania thotë? Në Gjermani thot, punon merr shumë thot, po s'ngel as i lek, as i dollar, as i euro nuk vjen në fund muaj. Çka ka këtë? Tamam si në kohën e diktaturës komuniste. Thonë, si jemi Amerikane, si jemi Gjermani, çfarë Gjermania? Atje kafja është lëngë shtejas. Këtu të neve, kemi kafe për smari. Shisëri kafe të tot, njerëzit janë plumtur. Po pse më të kafeneja? Po pse më në Evropë që s'futet kem njeriu, apo në Amerikë që s'futet njerëzit në për kafene, ata që janë të varfër, apo në Kanada, që logjike ka kjo mo? Po ky është, ku di unë çfarë është ky mo? Se si mund të votohet ky njeri, ky është, çfarë them unë? Ma mërmendje që edhe Verllap apo të vijë kryeministët do ta bënte më mirë se ky. Ai ndjeri shket. Se të paktën nuk do ishte harbut, do të jepte të drejtën, nuk do vithë. Do mbronte të drejtën, jo të shtrëndin. Prandaj unë them, të zgjedhjet kanë mbaruar. Populli shqiptar mos harxhoj frymën kot, të shtikojë rripat, kush ka mundësi mund t'ja mbathi. Sepse do thuash ti, po pse do t'ikur? Po janë në 8 protesta që bëm neve, pensionistët, a ka më stres, më të diskriminuar, edhe më të lodhur e më të sëmur, më të pamundur nga ana shëndetësore dhe fizike se pensionistët në 80-90 vjeç? Po si erdhi njëri më ta mbështes, përveç neve, edhe një pjesë qytetarësh të vogël, 5-6.000 metra gjithsej. Kur vetëm në Tiranë janë 177.000 pensionistë. Pa ne më fëmijët e tyre e të afërmve tjerë. Pse s'vinë mo? Po janë bërë si ata, lolët si delën e partisë, ca me PD-n, ca me PS-n, edhe ca indiferent, atje. Atëre, këta njerë qa bëjnë? Qa bëjnë ta? O ishë bëjnë pushtetit, o do e mbathin të ikin. Prandaj them unë, këtu s'ka. Shikoja Greqia, qa bën Greqia. Shikoj qa bën populli, ai Serbia atje. E shajmë sa domle, po urdo. Qa bën ai atje? Ja ka vënë qeverisë Kemal një kpuc. Kurse neve themi, Rama ik, Berisha ik. Po pse më kaq është? Një herë që u ngritën pensionistët, rinia rrinë në klube, pinte whisky e kafe, kam për mikem. Ku është kjo rinia demokratike që pas ka shpartalluar diktatorin komunist në 90-ën? Pralla me mret.